Vendimi zyrës së regulatorit të energjisë për shtrenjtimin e rrymës për 16.1% nga 1 maji ka aktivizuar qytetarët dhe aktivistët për t'i ndjekur rrugët ligjore e juridike kundër këtij institucioni. Ata kanë paralajmëruar gjatë protestës të së premtes se do të ngrejnë padi ndaj ZRE-s dhe për këtë synim kanë angazhuar avokatin Ardian Bajraktari. Bajraktari ka thënë se është në pritje të publikimit të vendimit të plotë të ZRE-s për ta përpiluar padin konform afateve ligjore. Ka pamundsu palëve të interesuara për me ofru komente brenda afateve të përcaktuara për faktin se ne 27 e obligon zyrën e regulatorit të energjisë për çështje kaq të ndjeshme së paku 15 ditë të jetë në proces konsultimeve, me sa kemi pa nuk është respektuar ky afat. Për më tepër vlerësojmë që ka shkelje edhe të parimeve bazë në të cilave duhet të vendoset për çështjen e vendosjes së tarifave për faktin se arsyeshmëria e tyre është jashtëzakonisht njëra prej elementeve determinuese për çka natyrisht që me asë që kemi pa publiku nuk ka arritur mjaftueshëm me u bindë që procesi ka qenë në pajtim me ligjin. Në bazë të analizave që ka bërë, Bajraktari ka thënë se procesi që ka shpërë në vendimin e së premtes të ZRE-s është përcjell me shkelje ligjore. Determinuese është që ta presim sa më parë publikimin e vendimit që cila natyrisht është dashur me u bë sepse edhe ligji obligon që me njëherë të bëhet publik një vendim i tillë. Prandaj vlerësoj që sa më parë që të jetë mundur të ta kemi vendimin në mënyrë që ta analizojmë edhe arsyetimin e tij për çka natyrisht që pastaj do të veprojmë konform afateve të përcaktuara me ligj. Në rast se gjykata aprovon padin që është paralajmëruar, si Bajraktari ashtu edhe juristi Anton Recaj thonë se vendimi i ZRE-s për shtrenjtimin e rrymës mund edhe të rrëzohet. Procesin gjyqësor natyrisht që e gjitha çka mund të presim është që epilogu po them në të mirën e qytetarëve mund të jetë që vendimi i ZRE-s të rrëzohet dhe i gjithë procesi të kthehet në pikën 0. Në mënyrë që gjithçka të iniciohet nga pika 0 dhe vendimi të mirët në interes të asaj që quhet interes nacional. ZRE-ja fillimisht pati propozuar që rritja e çmimit të rrymës të jetë 15%, por se kjo përqindje u ngrit të premten. Njohësi fushës së energjisë Adhurim Haxhi Musa ka shprehur shqetësimin e emisionin interaktiv të KTV-s se Kosova po hyn në një cikël të pafund të shtrenjtimit të rrymës. Përgjatë 4 viteve të fundit, energjia elektrike është shtrenjtuar edhe 2 herë të tjera.